kanë përfunduar të gjitha procedurat e shpërndësimit dhe sot rifillojmë punën për prishjen e të gjitha objekteve, të cilat bëhen pengesë për realizimin e projektit rikualifikimi i hyrjes së qytetit dhe bregut perëndimor të liçenit të Shkodrës. Janë 10 subjekte të shpërndësuara, të cilat do të filloj puna për prishjen e tyre sot. Ndërkohë, paralelisht, vijojmë aksionin pa ndërprerje për pastrimin e liçenit dhe të shtratit të lumit Bula. Pra, po punohet në 2 fronte njëkohësisht dhe puna do zgjas për disa ditë derisa të largohen të gjitha platformat në liçenin e Shkodrës dhe në lumin Bula. Përveç këtyre objekteve që shpërndësohen, sa janë total për të prish bashkë me këto? Total në këtë zonë, sa objekte janë për të prish? Janë 10 objekte të shpërndësuara dhe besoj se do shkojnë diku te 12-13 objekte, të cilat i hapin rrugë pas nisjes investimit për hyrjen e Shkodrës. Patjetër. Kjo është qëllimi. Kemi zgjetur, janë njoftuar, kemi zgjetur mirëkuptimin e tyre, siç e shihni ka disa ditë që po punohet dhe i kanë liruar vullnetarisht objektet, dhe çdo gjë vjen normalisht dhe pa asnjë rezistencë, asnjë problematikë. Deri ku do të vazhdoj prishja si vitën, sepse ka një lloj paqartësie. Pra deri tek Bigjisteni do të pastrohet krejt kjo zonë si vi apo deri ku do të vazhdoj? Atëherë në bazë projekti është i miratuar dhe në bazë projektit do lirohet i gjithë sheshi i ndërtimit. Pa përjashtim.